Kreu i lidhjes social-demokrate Venko Filipçi ka kërkuar që qytetarët të mobilizohen dhe të ngrenë zërin kundër marrëveshjes eventuale për pranim të migrantëve të bërë nga qeveria. Në konferencën e sotme, kreu i opozitës ka paralemruar peticion online kundër kësaj marrëveshje dhe ka deklaruar se do të marrin masa tjera nëse kjo nuk është e mjaftueshme. I odovje pishuanja në britanskite mediumi. Pas peticionit online, do të pasojnë hapat të tjerë, u bëj thirrje gjithë qytetarëve të na ndihmojnë të ruajmë qytetrimin, sigurinë dhe të ardhmen e Maqedonisë. Nëse qeveria ignoron këtë hap, do të pasojnë hapat të tjerë më të fortë. Vendi ynë është në Bashkimin Evropian, jo në periferi, si një pikë e zezë. Do të ketë mobilizim të fortë, aktivitet në çdo nivel, në çdo komunë, në çdo qytet, në çdo fshat. Nuk do të lejojmë që emigrantët të vinë këtu me asnjë çmim. A i theksoi se LSDM-ja e njoftoi rrezikun që vendin e pret me migrantët dhe negociatat, bisedimet dhe marrëveshjet e fshehta të qeverisë VMRO-DPMNE-s disa muaj më parë. Koga përfat ovje tajni pregovori razgovori. Kur i përmendëm për herë të parë këto negociata dhe bisedat të fshehta, dhe kjo u konfirmua në shkrimet në mediat e huaja, të ashtu quajturit patriot nga VMRO-DPMNE menjëherë u hodhën kundër nesh. Ata filluan me njoftime se kinse ne po gënjenim, pastaj se juan një fushat të tërë kundër me personalisht, kundër funksionarëve të tjerë aktual dhe të mëparshëm të partisë. Kur kjo nuk funksionoi për ta, në periudhën pasuese, ata vetëm sa e intensifikuan atë fushat. Ai deklaroi se është e papranueshme që qytetarët e Maqedonisë në vend që nga qeveria i kanë mësuar informacionet nga mediat britanike, të cilat, siç tha ai, dolën me informacione të detajuara. Statistikat europiane shqoi Filipçi tregojnë se politikat e zbatuara dobët për integrimin e migrantëve shkaktojnë probleme të mëdha në vende dhe shoqëri të ndryshme.